Kryeministër, jemi këtu me gjithë grupin e kandidatëve të listës fituese të Elbasanit. Janë 19 kandidatë, sipas numrave 5 janë në listën e mbyllur dhe 14 janë në listën e hapur. Jemi siguruar që lista të jetë gjithëpërfshirëse në të gjithë territorin e qarkut dhe i gjithë territori të ketë njerëz që të përfaqësojnë denjësisht qarkun. Janë 60% e listës janë meshkuj, 40% janë zonja, dhe kjo është shpërndarë dhe në listën e mbyllur dhe në listën e hapur. Mosha mesatare e listës është 41 vjeç, që është një listë e re, është 4 vjet më e re se mesatarja kombëtare e listës. Kemi 3 deputet, 3 kandidatë të cilët janë nga lista e deputetëve që duam. Kemi profesione gjithashtu, kemi 4 mjek, 4 jurist, 4 ekonomist, si pjesë listës, që janë të ndër profesionet më përfaqësuese të listës Elbasanit. Gjithashtu kemi bërë një ndarje territoriale për mënyrën se do të funksionojë puna gjatë fushatës, dhe nëpërmjet kësaj ndarje territoriale do bëjë prezantimin e kandidatëve. Bora, cilën s'ka nevojë ta prezantoj gjatë, sepse është ministrja Jon Erinis, që ka bërë një punë të jashtëzakonshme me fokus tek rinia dhe sjelljen e agjendës së rinis në qendër të diskutimeve politike gjatë gjithë këtyre 4 viteve, e cila bëri rrugtimin e saj të parë si pjesë e platformës së deputetëve që duam tashmë në 2021, dhe më pas dhe drejtoi procesin e sjelljes burrave të reja në deputetën që duam tani. Do të koordinoj punën e skuadrës tonë, e cila do të fokusohet në zonën e Librazhdit të Prenjasit. Në zonën e Librazhdit kemi Olcin, Komicin, një jurist profesionist i cili ka një eksperiencë gjatë në punën kryesisht me çështjet e pronave, në çështjen juridike. Ka punuar në një seri institucionesh që lidhin me çështjen e menaxhimit pronave, ka punuar me grupin që është marrë dhe me ligjin e 2020, që është ligji i ri i pronave, një njohës i mirë i detajuar këtyre çështjeve, por dhe një person i cili ka dhënë një kontribut gjatë dhe në gjithë elementet e reformës në drejtësi si pjesë e grupeve të punës së atëhershme. Dhe më pas ka gjithashtu një karrierë në atë proces. Olsi do të jetë personi që do të fokusohet tek zona e Librazhit. Kemi gjithashtu Ela Toçka, që është një vajzë nga Prenjas, një vajzë e re, një profesioniste me emër shumë të mirë në qytet, por edhe një vajzë e cila ka bërë gjithë rrugtimin brenda partisë në Prenjas, në rolet ndryshme brenda partisë, dhe një kombinim shumë i mirë midis dhe kontributit politik, por edhe kontributit profesional. Kemi Ermalin, i cili gjithashtu është pjesë e listës mbyllur. Ermali vjen nga një eksperiencë gjatë administrative në Ministrinë e Arsimit, më pas në Ministrinë e Ekonomisë, më pas ka shërbyer edhe në Këshill të Ministrave në zyrën operacionale të situatës me të dhënat mbi mënyrën e funksionimit të qeverisjes. Ermali është arsimuar për inxhinier në Itali dhe më pas në Angli. Ermali do të ndjeki kryesisht zonën e Belshit, nga ku ka dhe origjinën e tij, të familjes, por dhe zonën e Cërrikut dhe të Peqinit. Në Belsh kemi Ervinën, e cila vjen me një eksperiencë gjatë administrative në qytet, ka shërbyer në bashki për një kohë gjatë, një ndër familjet e rëndësishme të Belshit dhe që sjell eksperiencën vendore të gjës. Kemi Geldonin për Gramshin, i cili është një mjek me shumë eksperiencë, studiuar në Itali për mjekësi dhe më pas specializuar në Shqipëri për neurokirurgji, dhe vjen nga një familje e rëndësishme në Gramsh, me histori sërish edhe familja e tij në çështjen e shëndetësisë, por dhe mamaja një mësuese me emër temase të mirë në qytet. Geldoni i bashkohet skuadrës një mjek i cili vjen për kontribuar në qytetin e Gramshit, ndërkohë që në Peqin kemi Sajmirin, një
me shumë eksperiencë. Samiri, përveç ka qenë kryetari i bashkisë, ka qenë deputet për këtë mandat, po një person i cili në qytet çdo herë që dikush ka pasur një problem ka qenë një adresë, një numër telefoni gjithmonë i hapur për të përgjigjur shqetësimet që qytetarët kanë me vim më pas në zonën e Cerrikut, ku kemi shkëlqim bullari, një sipërmarrës në agroturizëm, por edhe në bujqësi, që përfaqëson më së miri ato që janë problemet, shqetësimet e zonës, po dhe një person i cili ka qenë një njeri që ka bërë një ndërveprim të vazhdueshëm për tipologjinë e zonës dhe problematikës që zona ka. Vim më pas në qytet, se e mora me plarë në qytet, ku kemi profesor Shevisin, e cila do drejtoj grupin që do të shofi kryesisht e visim një eksperienciar zakonshme, nuk ka nevojë shumë ta prezantoj, po një ikon e ndërlidhjes së vlerave më të mira që ka qyteti, arsimin, qytetarin. E visi do të drejtoj grupin që bashkë me Lencin Florent Spahon, i cili është një mjek me eksperiencë, gjithashtu deputet, do të koordinoj punën në një rajonin 4, 5 dhe 6 qytetit, ndërkohë që Desantila, gjithashtu një mjeke, gjithashtu deputete, do të mbikëqyri dhe do të koordinoj punën në atë që ne quajmë zonën e Shkumbinit poshtë, dhe kjo është një rast skuadër që mbyll dhe ose organizon punën në gjysmën e qytetit. Adi më pas, Admir Qose është një djalë i ri i cili ka bërë një rrugtim që ka filluar nga Freshi në ditët e para, që para shumë kohësh, duket akoma i ri, po ka bërë një rrugtim të gjatë në Fresh që nga organizatat e thjeshta dhe gjithë rrugtimin institucional, dhe sot është pjesë e skuadrës. Adi do të ndjeki bashkë me Olonën, e cila është në kryetarja e bashkisë deri para se të ishte kandidate, një person e cila ka lidhje shumë të ngushta me qytetin dhe një kontribut gjatë administrativ në qytet, me 2 mandate me kryetarin e tanishëm dhe një mandat më parshëm me Qazimin më përpara, e cila do të koordinoj punën në rajonin 1, 2 dhe 3 të qytetit, dhe më pas Agroni, i cili ishte deri para pak kohësh drejtori i spitalit, një person prapë i qytetit me një eksperiencë gjatë administrative në shumë procese administrative dhe në shumë institucione gjatë gjithë tyre 25 vjet, 30 vjet të fundit. Agroni do të koordinoj punën e asaj që është pjesa e Shkumbinit sipër, dhe me këtë grupim kemi shpërndar pothuajse gjithë pjesën që mbulojnë në territorin. Kemi gjithashtu Luan Duzha, i cili është deputet i listës tonë ekzistuese, një person që ka qenë sërish një person i gatshëm gjithmonë të përgjigjur gjithë problemeve që njerëzit komunitetit kanë, dhe ka qenë një derë hapur për të qarhallet e njerëzve në shumë pjesë të territorit të Elbasanit. Dhe kemi pas grupin e 3 deputetëve që duam, Sarën, një vajzë shumë pasionante për qytetin, e cila ka pas një rol aktiv në komunikimin publik të problemeve që qytetit e të rinjt kanë. Kemi Arlindin Kullollin. Arlindi është një mjek i ri, ka mbaruar studimin për mjekësi dhe më pas specializimet gjithashtu. Është Arlindi i bashkohet skuadrës si pjesë e deputetit që duam, dhe Musa Coha, i cili është një djalë i ri i specializuar në ekonomi, por që Musa është djali më i ri, është 26 vjeç, është më i riu i skuadrës. I bashkohet skuadrës kryesisht me fokus tek inovacioni, tek teknologjia, ke startupet, por edhe ke zhvillimi i turizmit, dhe me këtë panoramë është lista e gjithë këtij, le të themi, buqete njerëzish, të cilët përfaqësojnë në mënyrë më të mirë vlerat e Elbasanit dhe synimin tonë që në këto zgjedhje jo vetëm të marrim rezultatin më të mirë, po synimi është me numër, nëse nuk marrim mbi 100.000 vota në Elbasan bashkë me votën e migracionit. Mirë, shumë mirë, unë nuk besoj se kam pas një herë kandidat për deputet që janë prezentu 3 herë, kështu që kjo të regon sa të rëndësishëm edhe sa të vlerësuar jeni të gjithë.
sidomos Sara që kemi edhe kandidate për kryeministre të Shqipërisë 2040. Shumë faleminderit edhe duhet falenderoj edhe kryetarët që janë këtu të pranishëm, se besoj që janë të rëndësishëm gjithmonë për vlerësimin e Partisë Socialiste nga komuniteti, edhe dua të ndaj me ju disa mesazhe që ma hamendja është rëndësishme të jenë në qendër të komunikimit tonë në të gjithë territorin me të gjithë qytetarët. Pa diskutim që çdo gjë që lidhet me jetën e përditshme të qytetarëve, që lidhet me jetën e përditshme të komuniteteve, të kategorive të ndryshme, është shumë e rëndësishme. Pa diskutim që të gjitha punët e bëra në infrastrukturë, qoftë në infrastrukturën rrugore, atë urbane ose rurale, qoftë në infrastrukturën e shërbimeve arsimore, shëndetësore, qoftë në të gjitha aspektet e tjera, është jashtëzakonisht e rëndësishme. Dhe pa diskutim që edhe në qarkun e Elbasanit, volumi i punëve të kryera dhe kombinimi i investimeve mes qeverisë qendrore dhe pushtetit vendor është më i madhi ndonjëherë në gjithë këto 35 vite, por për te i faktit që pa diskutim ne do të kemi mesazhe drejt për drejta për të gjithë grupet e interesit, për të gjitha moshat. Mesazhi më i rëndësishëm dhe momenti më i rëndësishëm i këtyre zgjedhjeve është për te të gjitha këtyre. Dhe është për te të gjitha këtyre sepse këto zgjedhje përkojnë me një moment të jashtëzakonshëm historik, ku për herë të parë mundësia e hyrjes në Bashkimin Evropian të Shqipërisë është jo vetëm reale, por është aktuale. Nuk ka qenë deri më sot aktuale. Ka qenë reale, sepse në vimësi na është thënë dhe na është konfirmuar dhe rikonfirmuar nga partnerët tanë dhe nga Bashkimi Evropian dhe nga qeveria e Bashkimit Evropian, që është Komisioni Evropian në Bruksel, që Shqipëria e ka vendin në BE, që Shqipëria një ditë do jetë në BE, që ne ju duam në BE. Por kjo ka qenë gjithmonë një projekcion në të ardhmen. Sot ky është një moment ku kjo mundësi është aktuale. Është hapur një dritare që nuk do të rihapur për një kohë gjatë. Kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar në radhë të parë nga të gjithë ju, dhe pastaj për t'ja bërë të gjithëve të qartë që tani është mundësia për të bërë histori dhe ka përkuar me një palë zgjedhje, sepse mund mos ishin zgjedhjet mes. Ne i kemi hapur negociatat vjet dhe objektivi super ambicios i vendosur dhe i dakordsuar me Komisionin Evropian dhe i dakordsuar me udhëheqësit e shteteve anëtare, me kryesorët, unë kam folur personalisht dhe natyrisht përtej asaj që unë kam dëgjuar prej tyre
pa fjalën e tyre komisioni nuk mund ta dakordësonte që në fund të 2027-s të mbyllen negociatat me Shqipërinë. Pra, fund i 2024-s, fundi i 2027-s, faktikisht janë 3 vjet. Mund mos kishin qelluar zgjedhjet mes. Kanë qelluar zgjedhjet mes. Dhe është themelore që zgjedhjet ta konfirmojnë fuqishëm këtë vullnet përtej partive, përtej ngjyrimeve dhe preferencave apo pakënaqësive. Sepse ky është një objektiv mbi të gjithë ne dhe është një objektiv që nuk realizon rritjen e pagave për një pjesë sot, që është një nga gjërat e fushatës, por realizon kalimin në një nivel tjetër komplet të një populli të tërë, edhe për fëmijët, edhe për më të rinjt, edhe për ata që s'do votojnë në 11 maj, që janë 14 vjeç, dhe që mbas 4 vjetësh do jenë 18 vjeç, do marrin pasaportën. Dhe nëse në 11 maj të gjithë shkojnë në votim me këtë qartësi, atëherë negociatat mund vazhdojnë pa asnjë lëkundje, që do thotë në 12 maj ne kemi punën tonë, numërim i votave, komisione, dhe por ama ata që shkojnë në zyrë ditën e hënë, çdo të hënë për të punuar me negociatat, janë rreth 1000 veta në të gjithë rrjetin e punonjësve të shtetit. Nuk duhet të kenë asnjë lëkundje, asnjë luhati, asnjë shfokusim. Dhe ata që janë në Bruksel do të marrin mesazhe shumë të qartë që populli shqiptar konfirmoi vazhdimin e negociatave. Jo një lëkundje duke futur në mes qoftë edhe një rrjedhje sa do të vogël të kënetës apo të moçaleve të vogla që janë krijuar rreth kënetës, edhe që i thonë vetes jemi parti të reja, jemi të rinia që po vjen me baballarët dhe me tezet në listat e mbyllura. Kjo është esenca e 11 maj. Dhe kjo kërkon disa sqarime, shpjegime që janë të nevojshme, sepse ka njerëz sot që thonë ama çfarë është ky mohabet tash 12 vjet nuk na futën në BE, tash do na fusin në BE në mandatin e 4, se doni mandatin për vete, se as nuk keni për të na futur në BE, se ne e para Serbia ka filluar negociatat në vitin 2014. Sot jemi 2025, Serbia është mbrapa nesh. Malizi i ka filluar negociatat në vitin 2012. Sot ne e kemi arritur Malizi dhe jemi krah për krah dhe plani është që ne dhe Malizi të hymë në BE dhe BE-ja t'japi një sinjal të qartë që po zgjerohet dhe po riunifikohet, se ky është qëllim gjeopolitik. Prandaj ne jemi sot me fatin evropian që na buzëqesh për herë të parë, konkretisht. Për herë të parë. Në 91-92 shqiptarët votuan përtej. Në 92 shkuan shumë përtej. Megjithëse unë nuk e votova PD-n as atëherë, të them drejtën, edhe jam shumë i qetë se këtu një pjesë nga ju mos votova asnjë, në fakt, se çfarë votoja Partinë e Ilir Bejtes, nuk kishte kuptim, po votuan për tu ndarë nga një sistem dhe për të futur një sistem tjetër. Pra që votim gjeopolitik.
Për herë të parë kemi votim gjeopolitik këtë herë. Dhe Maqedonia është bërë kandidate për të futur në BE në 2005. Sot akoma si ka hapë negociatat. Ne i kemi hapë negociatat vjetë dhe mund të mbyllim 2027, që është një shpejtësi maramëndse, sepse ne kemi punuar për këtë ditë. Ju besoj e kujtoni, po du t'ja u kujtojmë gjithve që kur na thoshin, komisioni thoshte të futet Shqipëria, qoj një Hollanda jo se kemi ca vrejtje, se kishin hallin e zgjedhjeve që kishin atje, qoj Franca jo po shiko se duhet reformojmë mirë gjithë BE-n, pastaj të fillojnë të fusim të hapim negociatat me këta tjerët, dhe na kthenin mbrapsh 3 herë, 3 vjet rresht na kanë thënë mbrapsh. Unë ju thosha, ne do vazhdojmë punën që kur t'i hapim negociatat, të jemi shumë më përpara dhe nuk do rinë të presim. Dhe sot, pikërisht se ne kemi punuar, pavarësisht se nuk ne e kanë hapur negociatat zyrtarisht, dhe nuk kemi ullë në tavolinë, kemi fituar shumë kohë dhe mund t'i mbyllim deri në 2027. Do t'jetë rekord në gjithë historinë e integrimit. Rekord do t'jetë, e fillum nga vrima e fundit e kavallit, nuk na hidhte njëri syt atëherë. Nuk na hidhte njëri syt fare, zero. Dhe sot mund të jemi vendi që i ka bërë negociatat më shpejt nga të gjithë, 3 vjet, nuk ndodh. Por ama duhet ta kuptojnë të gjithë që negociatat janë një punë kolosale, janë si faqe, afro 300.000 flet, që jo që duhen lexu, po janë ligje, janë vendime, është një kuadër i tërë regulator dhe janë edhe marrëveshje të vazhdueshme. Nuk ka asnjë mundësi, nëse ne lëkundemi në 11 maj, sikur 3 muaj të kalojnë me paqartësi, ne nuk e kapim 2027-ën, dhe ne nuk e dim ç'a ndodh në Europë. Atyre i ka ndodhur një tronditje nga gjërat e tjera që kanë ndodhur, që janë fokusuar tani dhe thonë, po, duhet t'i marrim dhe Shqipërinë dhe Malezi brenda tani me herë sa më shpejt në 2027-ën, t'i mbyllim dhe brenda 2030-s, se mbasi mbyllim negociatat, shkojmë pastaj parlament në parlament, që ngrejnë dorën 27 parlamente thonë e duam Shqipërinë brenda. Që ajo do jetë një histori emocione jashtëzakonshme, kur gjitha parlamentet një nga një të ngrenë dorën, që të fusin brenda shqiptarët dhe Shqipërinë, që deri përpara jo shumë kohësh i shifnin si i dinin për njerëz me bisht. Kështu që prandaj nuk ka këtu demokrat e nuk ka socialist. Këtu është momentin histori kur Partia Socialiste është forca e dur në kohën e dur dhe në vendin e dur. Mund të kishte qellu Partia Demokratike, siç qelloi atëherë. Siç qelloi atëherë, se unë se votova. Se e dija, e shifja, që një ditë janë fut vetëm në atë foleun. Një ditën që u shpall të qyteti studenti, 40 minuta më mjaftuan, ja ndjeva erën ika. Por ama ishte partia që qelloi në kohën e dur, në vendin e dur, dhe s'kishin ku shkoshin tjetër shqiptarët përveç se t'i jepshin votën asaj partie që të ndryshonin komplet sistemin. Tani këtu ne shumicën e kemi. Po ne na duhet një shumicë shumë më e fortë, jo për vete, po për të konsoliduar mesazhin me Bashkimin Evropian. Dhe prandaj dhe mesazhi ynë i Shqipërisë 2030 lidhet me Bashkimin Evropian, prandaj edhe gjithë kjo, sepse ndërkohë ata na shohin për ditë. Ne jemi me patronazhist nga mbrapa, se thon patronazhist dhe Partia Socialiste janë si gjë fare. Patronazhist që ka Bashkimi Evropian që na rri nga mbrapa çdo ditë, çdo të hën, 2 ministrat tona të shtetit shkojnë atje. Edhe ulën atje dhe janë në llogari. Çfarë keni bërë për këtë? Çfarë keni bërë për atë? Dhe jo çfarë keni bërë
vitin e fundit, çka keni bërë javën që kaloi. Për çdo javë ka punë që bëhen dhe ka llogari që i jepet dhe ka dhe detyra që merren, këtë shifeni se nuk keni bërë tamam, këtë tjetrën mirë, do vazhdoni me të tjetrën çdo javë, patronazhist. Dhe edhe këtë e ndjekin. E din ata, nga afër. Din për çfarë luftojmë ne, din patjetër për çfarë lufton Këneta, din patjetër se çfarë janë moçalet e të tjera, dhe në fund do bëjmë vlerësimin. Çfarë tha populli shqiptar? Dhe populli shqiptar duhet na japin e mundësinë. Mua që shkoj edhe trokasa atje derë në derë dhe të gjithë, ne i themi pat, ishte vot për Europën. Vot për Europën e konfirmuar. Dhe këtu s'ka rëndësi fare, jo më pëlqen Edi Rama, s'pëlqen Edi Rama, jo po se ke rruga ime, kanali nuk u bë, se ju bë kanali ati tjetrit, jo po se Arifi nuk u foli kur kaloi ke liqeni. Këto janë gjitha shumë të rëndësishme. Por ama, këto nuk janë asnjë gjë në krahasim me këtë që po flas, sepse ky është shpëtimi ynë kombëtar. Është shpëtimi kombëtar nga hijet e historisë tonë. Ne nuk na janë ndarë hijet e historisë tonë. Dhe po ju jap një shembull shumë thjesht. Ne sot, për herë të parë, si popull, si milet, që kur u ndam nga perandoria otomane, kemi kaluar në lloj-lloj rrugësh, kemi jetuar në lloj-lloj sistemesh dhe regjimesh, për herë të parë kemi një situatë ku barazia para ligjit duket mundësi reale. Për herë të parë. Për herë të parë, sot populli shqiptar shef njerëz lidhur me pushtetin politik që merren, hetohen nga prokuror pavarur, gjykohen nga gjykatës pavarur, nuk ka rëndësi fare se çfarë mund të ketë brenda këtij procesi, gjëra që nuk shkojnë, gjëra që janë çuditëra në vete, por kjo s'ka pikë rëndësie. Për herë të parë, dhe kjo është ana historike e çështjes. Tani si kujtoni ju dhe ne nuk do t'i lëmë shqiptarët kujtojnë se kjo punë u krye, se doli Altin Dumani. Nuk është puna se doli Altin Dumani, që ka të gjithë respektin dhe solidaritetin tim dhe ton për punën që bën, por edhe për sulmet kafshërore që ka marrë familjarisht dhe kërcënimet e të gjitha bashkë me, jo të gjitha atje, po me një pjesë prokurorësh atje. Altin Dumani ka qenë aty. Prokuror nuk e di sa vjet ka, dhe virtytet s'besoj se i erdhën nga reforma. I ka pas, se njerëzit o i kanë ose i kanë. Pse nuk thiri Altin Dumani në i politikan gjitha ato vite që ishte prokuror, të Kriste, të shajde këtu jetë. Pse nuk e jetoj? Pse nuk doli në gjykatës që thoshte, bjerë më këtu Altin se do ta gjykoj unë? Zero. Jo thirur, jo hetuar, po as thirur. Sepse nuk është çështja e Altinit, apo e X-it, apo Y-it, është çështja e shpatës. Nuk kishte shpatë në dorë Altini. Shpatën në dorë e kishte pushteti politik. Atë shpatën, e kam thënë masini atë, mos mandani atë zonjën e drejtësisë, se më mbyt e keni këtu, që kërkojnë që. Atë shpatën që ka në dorë zonja e drejtësisë, që është statuja simbol historikisht e drejtësisë, e mbante në dorë pushteti politik që nga 1912. Zogu mreti e kishte shpatën e drejtësisë dhe thoshte e merte gjykatësin, thoshte ma kapi qikte. Ky po më lu bishtin, mere fute që në burg. Pastaj nuk diskutohet në kohën e diktaturës komuniste,
dilshin ministrat armiq edhe ishin prokurorët e gjykatësit që merrshin urdhrin edhe e kishin ata shpatën në qafë këtu, pastaj i fundit i burgosur politik për turpin e botës në Shqipëri ishte mbasi shqiptarët votun Liri Demokraci, Fatos Nano. Pse? Se shpatën e kishte Bufi Knetës. Dhe atëre shumicës i dukej sigurisht e oqean Këneta. Më pas u kalp fare situata, këtu u vran njerëz në rrugë, protestus, komplet të pafajshëm, bjerë këtu, ja, shpata. Këtë shpatën këtu, të zonjës drejtësisë, nuk e ka pas drejtësia shqiptare. Peshoren jo, peshoren dhe sot e ka të lëkundur, se kemi njerëz më të rëndësishëm këtu që kanë telefonata për të bërë. Hezë. Edhe sytë e mbyllur nuk i kanë akoma, nuk diskutohet se shofin. Por ama prokuroria duhet fillu nga spagu. Shpatën e ka të vetëm. Dhe kjo është vetëm vullnet i yni. Tani, pse unë them që hyrja në Bashkimin Evropian është shpëtim? Edhe për këtë, për barazim para ligjit. Sepse ja ku jemi sot. Vjen 11 maj, ne i themi shqiptarëve votoni këtu, që shpatën të vazhdoj ta ketë drejtësia dhe mos vita marri pushteti politik prapë. Sepse nga ana tjetër, Këneta i thot nëpërmjet Bufit dhe gjithë kukumjaçkave, i thot ne në datën 12 do të çlirojmë TikTokun dhe do shkrim spakun. Pra nuk është e garantuar. Shqipëria, nuk janë garantuar shqiptarët që çfarë ndërtohet sot nuk prishet nesër. Se këtu nuk është rasti që Kalaja Rozafas është mit legjend shqiptare, nuk është legjend franceze. Ndërtot ditën dhe prish natën. Ndërtoi Dashsula Shkret gjithat partia atje në Beqin edhe i shkunja prishën natën. U gdhin mjes, ja kishit marrë partinë. Ja votën partinë natën. Dashsulës. Gjitha jo partia atje, nga ngel të shi. Zdijet kush do t'i haja do kokra gruni, se Gjeli Dedit meti pa parti. Se unë për veten time Gjeli Dedit kam kompliment, se është në fushë tatë, se tjerët janë në luc. Se më të fushë qatë dush për atë, po ato që ka i ka. Futja në Bashkimin Evropian e bën të pamundur, komplet pamundur që dali Buf Kënete, apo dali një skifter, apo dali një dhelpër, apo dali një ujk, apo dali një kal qyqe nesër, e thotë jo se do a kthejmë në mbrapsh. Nuk kthehet më mbrapsh. Atje garantohet që s'ka më, sepse futesh në një familje, bën krushqi me një familje të madhe që nuk të le me lujt më. Nuk të le me si që janë këtu. Familje në Kala që nuk le me lujt, e di e visi. Nuk të le me lujt më. Kjo është BE-ja. Dhe për këtë i duhet shqiptarëve që të mbyllet ky film, jo po kush e do drejtësinë, do ky e do ai, kush e kontrollon, e kontrollojnë këta, e kontrollojnë ata, jo po Rama po bën kështu, jo po ai tjetri po bën, këto mbarojnë. Ama sa pa u fut atje, ka shumë rëndësi se kush qeveris këtu. Ka shumë rëndësi se kush qeveris këtu. Dhe unë marrë shembullin e TikTokut. Kur ne bëm këshillimin me 65.000 prindër dhe mësues, 95% e tyre thonë mbyllet TikToku. Tani 95% nuk janë socialistë. Shumë më tepër se 5% janë demokratë që kanë mbet jetim, por që prap s'kan ku shkojnë edhe rrinë atje mas Kënetës, gjojnë zhurma atje,
Janë dhe të tjerë që nuk votojnë për ne. Por ama, pse? Sepse menduan si prindër. Nuk menduan si demokratë si socialistë. Dhe pavarësisht se isha unë që shkoja në për ato takime, aty ishin lloj-lloj. Nuk e kishin mendjen fare ke partit. Nuk i dukesha unë fare si gogol i palës tjetër. Po më shifshin si njeriu që ka drejtimin e qeverisë dhe përfaqësuesin e qeverisë që ka mundësi t'i shpëtoj nga ajo mortje që ishte fut fëmijëve në trup. Edhe 95% vendosën për fëmijët. Tani pikërisht këtë gjë duhet bëjnë në 11 maj. Duhet vendosin për familjen dhe për fëmijët. Pse? Kush ka fëmijë, një prind që ka fëmijë në shkollë sot. As nuk duhet ta diskutoj fare që 11 maj duhet jo vetëm që të shkoj në votim, por të investoj që ne ty MBE. Dhe në BE Shqipërinë e fus vetëm unë me ju. Nuk e fusin dot ato tjerë. Nuk e fusin dot, është e pamundur. Nuk ndodh. Nuk ju hapin derën një herë para punës. Se janë për libër, nuk janë për fushate, nuk janë për t'i tregu, janë kismet për libër, gjithë akrobacit për të kriju dhe lidhet personale me të gjithë për t'i pas në telefon, të gjithë liderët e Europës, që nuk ka bëvaki në një. Edhe për qarë për punë personale, për këtë punë. Për këtë punë. Dhe duhet shkojnë ta investojnë votën atje thjesht për interes. Në qoftë se nuk ju interesojnë këto punë të drejtësisë, nuk ju interesojnë punë të lirisë individuale, nuk ju interesojnë fare tjera, duhet ju interesojnë pasaporta e Bashkimit Evropian, që fëmijëve vet, kur të bëhen 18 vjeç, që duan të shkojnë të studiojnë, t'i thonë, urdhëro, të keqen babi demokrat, pasaportën e ke europiane, shko studio, student europian, jo student i huj atje, jo me tarifa ekstra, jo kuota, jo dreqi, jo i biri, student europian, shko ku dush. Kaq, qoftë dhe për kaq. Që mos flas për shqiptarët në Greqi, që akoma sot tonë një pjesë i kanë, një pjesë tjetër nuk i kanë, kur do na jepni pasaportë? Ne nuk mund t'i japim pasaporta greke atyre, se nuk jemi ne qeveria e Greqisë, po ama ne mund t'i japim atyre pasaportë në BE-s. Dhe në momentin që ata marrin pasaportën në BE-s, ata nuk kanë nevojë fare për pasaportën greke, më gjithë nuk kanë nevojë sepse janë në BE qytetarë të BE-s. Dhe ti je qytetar i BE-s, do të thotë, kur je student, s'ke asnjë dallim, trajtohesh njësoj. Kur shkon në kufi, nuk të thot do të dilit çikane, ka i koridori jon atje. Ndërkohë që këta italianët avullojnë gjithë. Hikin me ato, futen nga ajo vrima me yjet e verdha, edhe avullojnë. Ne llocim atje nga ajo llamarina, të tjerët. Edhe dela i polici, shef pasaportën, e veke drita, ku po shkon, kush s'ka ftu, sa lekë me vete, njeh njeri, s'jef njeri, ke rezervim hoteli, kur do ikësh? Pa hy akoma. Kur do ikësh? Kjo mbaron. Por, më e rëndësishme se kjo, se hajtë mos. Ças kemi duru, ne? Është që ne kur hym brenda, ne nuk rrim dot atje. Se ne kemi drejt me lëviz. Po jo me ndalu, ne duhet jemi xhiro. Me ndalu nuk ndalojmë dot. Për të ndalu duhet me kërku azil, duhet me hik me umçef, duhet me ndru emrin. Kurse me pasaportën e BE-s ndalon ku të dush. Ku të dush. Shkon troket ku të dush. Kërkon punë ku të dush. E gjen se gjen, po se gjet e kthesh prapë në shtëpi, nuk rrit flesh poshtë urës. Nuk je një fëmijë që thu, ore, o shera e parë, unë s'kam mundësi se pagova kaq lek për të kalu me anije atje, me ato komerdare, gomone atje, kështu që unë do shkoj të bashkohem me krimin, kthehesh prapë dhe shkon prapë. Dhe nuk të del në një vend, shkon në vend tjetër. Shkon në vend tjetër. Dhe kur larg qoftë s'ke nevojë për mjek, nuk rri në mëshirën e çajt të nxehtë. Shkon ke mjeku dhe trajtohesh njësoj si rezidentët e atij vendi ku je.
dhe rimbursohesh. Si që rimbursohen, ata rimbursohesh dhe ti. Dhe nëse je diku që s'ka ambasadë shqiptare, ke nevojë për diçka, ambasada më e afërt e BE-s është ambasada jote. Shkon atje dhe të marrin ata në mbrojtje dhe merren ata me ty. Edhe në Europë, ku ne s'kemi ambasadë në çdo vend, po edhe jashtë Europës. Tani këto, kur mundësia është që këto të bëhen realitet në një mandat, tash për çfarë do ta hullësh atë votë? Për çfarë do ta hullësh tjetër atë votë? Për çfarë të duhet ajo votë kur një herë në jetë t'jepet kjo mundësi që ta investosh edhe ti thosh po. Për kanamojt e mi dhe për veten time dhe për urda. Kjo është. Ka shqiptarë që shkojnë dot në Greqi? Po. Jo po nga je, jo po ku je. Me pasaportën e BE-s dhe s'ke më fare asnjë problem. Me pasaportën e BE-s, Shqipëria bëhet e madhe sa BE-ja. BE-ja bëhet e vogël sa Shqipëria. Pa llogaritur pjesën e të mirave. Ne flasim për bujqësinë, për mbështetjen e bujqësisë etj, do t'i kemi bërë, ne kemi bërë, do bëjmë akoma atje, do t'i flasim gjitha këto. Por kjo është kryesorja. Sepse çado që të bëjmë ne 300 milionë euro ekstra për bujqësinë në vit nuk i gjejmë dot. Ekstra. Grant. Jo kredi. Nëse futemi në BE, i kemi çdo vit. Në 10 vjet e kusur BE-ja total na ka dhënë ne për bujqësinë më pak se 200 milionë euro. Total. 300 në vit. Në 10 vjet BE-ja në total na ka dhënë ne diçka më shumë se 1 miliard. Flas mbështetje. 1 miliard e kusur në vit si antar. Sepse ajo është një familje e madhe ku njësoj si në familjet tona ka më të mëdhej, ka më të vegjël. Aty më të mëdhejt janë kontribus. Se BE-ja ka shumë gjëra të tjera, nuk ka vetëm parat. Dhe Franca, Gjermania, tjerë, Hollanda, Emirat, që japin, Suedia, që japin më shumë se ç'marrin financiarisht, patjetër kanë interesa të tjera, tregu etj, dhe ka përfitues që marrin më shumë se ç'japin, se s'kan ç'a japin më shumë siç do jemi ne. Dhe përfituesit marrin një buxhet ekstra që të rriten, të forcohen dhe të vinë vetë. Greqia pa BE-n nuk do ishte kjo që është. Kur pa llogarit këto Polonie, Çekie, Hungarie që ishin. Prandaj ky mesazh duhet të jetë shumë i qartë për gjithë. Ndërkohë që për pjesën tjetër ne kemi shumë arsye të forta për të kërkuar mandatin e 4, edhe sikur mos ishte kjo gjë e madhe në mes, që kjo duhet i fshit gjitha, dhe njerëzit duhet thonë, okej, kjo s'shkon, por ama këtë të BE-s duhet ta kapim patjetër, këtu duhet sillemi thjesht si shqiptar. Nuk kemi asnjë lloj ngjyre, asnjë lloj diskutimi, thjesht si shqiptar. Vot patriotike. Dhe arsyeja pse duhet çuar te Partia Socialiste nuk është se po mos ishte kjo gjë, prap unë të njëjtën gjë do thosha se jemi më të mirë se gjithë tjerët, por në këtë rast sepse Partia Socialiste është forca e dur në vendin e dur, në kohën e dur. Kështu ka qelluar fati dhe kështu janë lidhjet në këtë moment. Mund të kishte qenë Partia Dashsulës. Ajo reja që do bëj dashi. Po jo që lloj Partia Socialiste. Duhet që vota aty. Duhet ka përgjy kjo. Dhe më vjen shumë mirë që po ka përgjehet në disa pika. Kemi në listat tona kandidatë dhe listë mbyllur që vinë
direkt nga ana tjetër, dekanën e Fakultetit Ekonomik të Universitetit Vlorës, e kemi nga Çadra. Vinte atje, Ramaik, sot është në listën e mbyllur, sepse gjërat evolojnë, Çadra në 2017. Luli nuk evolon, sepse është i përsosur dhe nuk ka që evolon. I lindur i përsosur. Një njeri cili në gjumi e do aq shumë sa e ma për vete, është i përsosur. Ka njerëz që thonë lindin me këmish. Luli ka lind me këmish natë. Por nuk janë gjithë shu. Një është njësh. Dekania, në qonde një mesazh me fotografi, një grupi madh trish aty të FRPD-s. Ata mund mos bëhen socialistë. Ata nesër, në momentin që Mileti Demokrat del nga Kneta, se thahet Kneta, se di kur do thahet ajo Knet, po nesër mund të kërkojnë alternativën e tyre, po këtu Partia Socialiste është një shtëpi e hapur, nuk është një shtëpi ku duhet t'japësh provim para se të hysh a e dia se di programin. Këtu ne kemi edhe të kuq fare, kemi edhe roz, kemi edhe pak më bëqelli, do t'jemi të hapur edhe për blun. Si që është nga e kuqja deri te bluja gjithë gama, nga ngjyra e flamurit tonë nga ngjyra e flamurit bëhet. Do t'jemi të hapur, rëndësi ka që njerëzit kenë dritë në sy për Shqipërinë. Kjo është partia jonë. Ne nuk jemi këtu për të mbyll derën edhe për të... E bëjmë kjo gjë, e majmë derën mbyll në për teritore, hajsa njerëzit thonë, por sot jemi këtu për t'i thënë gjithëve mirë se të vini. Përveç salamandrave të Knetës dhe kukumjaçkave, ata nuk kanë vend të kënë. Nuk kanë vend të kënë. Kurse Dashsula duhet të hyjë në një proces se mund t'jetë dhe i ditë edhe Dashsula. Po për momentin duhet të dizinfektohet. Duhet dizinfektohet. Si që janë ato, si bëjnë ato, kush me jetu me pula, që futen në karantinë. Shpendët, se mbajnë shumë shpendët nga këto. Ai është i natë mund ta kesh sa dush, po hakun duhet ja japësh që, me thënë drejtën, aty një njeri me ulërima për ditë, për komunitetin e vete, për miletin atje, se kanë ata një dytë aty si ai. Po duhet të heqi gjithë morrat e Knetës. Aty të mbyt morri, të merë. Të merë. Kështu që më tha njëri edhe, oreta, po që kanë këta këtë punë të gjithësri do të pa dalë protesti? Tash, po kruen, se i myt morri, nuk rinë dot, nuk ulen dot që të menojnë. Kruen edhe agitohen. Myt morri. Që ti bësh? Edhe bufi rri atje. Bi kokë edhe. Mirë, unë tem ta mbyllim, do kemi së shpejti dhe atë gjithë manifestin, gjithë gjërave që objektivat e programit tonë të 2030-ës, objektivat, se thonë s'kemi programi, jo që programi, si s'pasim programi. Jo, se ti ke vetëm timone, ke vetëm tepsie, ta shike nxjerr Knetën, po këto janë lezeti i fushatave, se si ti ja shpjegosh, ti të merr seriozisht dhe ti thush zoti filan. Ç'është zoti? Buf Kneta atje zoti. 800 vjet aty, zoti filan. Ka zotni që rri 800 vjet edhe mban peng gjithë dynjan. Duhet t'jesh buf që të hash qatë vjen rreth rrodhë edhe thush, o, këtu me mua ju hongra. Shumë faleminderit.